Të nderuar shikues, ju ftojmë të na ndiqni në vijim deri në orën 18. Ky termin në fakt është rezervuar për fushatën e zgjedhjeve lokale, në cilin sot do duhet që kandidatët për kryetar të Leposavicit të shpalosnin programet e tyre, por që asnjëri nga ta nuk erdhi nga lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Iniciativa Qytetare Koreni, Figura e re, Drejtësia Popullore, Demokracia Serbe, Lista Serbe dhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Nuk ju përgjigjen pra ftesës sonë, ndaj në vazhdim ju ftojmë të ndiqni informacionet për ngjarjet kryesore në vend dhe jashtë. Presidentja Vjosa Osmani konsideron se duhen rrugë të reja, më të shpejta dhe një kornizë ligjore më e mirë, si dhe bashkëpunim mes vendeve në mënyrë që të luftohen bandat kriminale që po keq përdorin mangësitë aktuale në rregullat për azil. Osmani ka folur në tryezën e organizuar nga zëvendësekretari amerikan i shtetit Christopher Landau me titullin Sistemi botror i azilit, çfarë shkoi keq dhe si të rregullohet. Presidenti Osmani ka rrëfyer për kohën e saj si refugjatët gjatë luftës në Kosovë, duke thënë se dëmi më i madh ndaj refugjatëve të vërtetë është abuzimi i këtij sistemi nga bandat kriminale. Ajo është shprehur krenare që Kosova është shteti i parë në Evropë i cili ka nënshkruar një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë persona nga shtetet e treta të dëbuar nga SBA-ja, të cilët më pas do të kthehen në shtetet e tyre të origjinës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti zhvilloi një takim me ministrin e punëve të jashtme të Sultanatit të Omanit në kuadër të javës së nivelit të lartë të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Kurti bëri të ditur se ka informuar ministrin Al-Busaidi për, siç ka thënë, rritjen e fuqishme ekonomike të Kosovës dhe klimën pozitive të investimeve. Kurti bëri të ditur për dakordimin e hapave konkret drejt forcimit të marrëdhënieve midis dy vendeve, përfshirë shkëmbimin arsimor, promovimin e investimeve në bujqësi dhe industri, si dhe për marrëveshje të reja dypalëshe. Këto ditë në qendër të vëmendjes është çështja e ftohjes së marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, të cilat, siç vlerësojnë qarqet analitike, nuk mund t'i përmirësojnë as vizitat e liderëve shtetëror në Amerikë. Sipas analistëve, Kosova është në krizë pas ngrirjes së raporteve me SBA-n, BE-n, madje edhe me Shqipërinë. Një delegacion i Kosovës i paharmonizuar prej ditësh po qëndron në New York në kohën kur po zhvillohet java e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Presidentja, kryeministri në detyrë dhe ministria në detyrë jashtme kanë publikuar në rrjetet e tyre sociale takime me delegacione të ndryshme, secili veç e veç, por deri më tani nuk ka pasur takime të nivelit të lartë me përfaqësuesit e SBA-s dhe as të vendeve të tjera të fuqishme evropiane. Ndonse nga një kongresist amerikan u tha se presidentja Osmani është takuar edhe me presidentin Donald Trump, një takim i tillë nuk u konfirmuan nga presidenca e as nuk u dëshmua me ndonjë fotografi në rrjetet e tyre sociale. Analistët politik thonë se takimet në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s nuk e ndihmojnë Kosovën në situatën aktuale. Drejtori i Institutit për Leadership Civil, Arjan Zejnaj, thotë se takimet në margjinat e Asamblesë nuk mund të cilësohen si të tilla. Sipas tij, Kosova aktualisht ka marrëdhënie të ngrira me SBA-n, BE-n, madje edhe me Shqipërinë. Nuk mundesh me thonë që kom diskutuar me një personalitet siç është presidenti Trump, nëse takon në korridore dhe nëse ai të njëjtin takim nuk e shfaq, nuk e publikon siç pandehin personalitetet tona që i nxjerrin në këto fotografi të korridoreve. Ka kohë që nuk kemi komunikim të rregullt, duhen edhe në kuptimin kombëtar, por edhe në kuptimin ndërshtetëror me Shqipërinë. Ky ngjerç që kemi në raport me Shqipërinë bëhet ende më i madh në raport me botën perëndimore, me aleatët tonë, siç e dimë të gjithë. Zotëri Kurti, edhe përkundër që tashmë realizoi një vizitë në SBA, e cila vizitë përveç se në aspektin turizmit, themi, dhe që i duhet ndoshta zotërit Kurti për shkak se i kemi zgjedhjet lokale, nuk do të prodhoj asgjë konkrete në raport me marrëdhëniet të cilat i kemi të ftuara me aleatën tonë kryesor. Për sa i përket pjesës së Bashkimit Evropian, vazhdojmë të jemi në masa dhe nuk ka shenja që do të na hiqen në kohë të shkurtër.
Njohësi i integrimeve evropiane, Avni Mazreku ndërkaq vlerëson se Kosova ka ngecur në raportet e saj me ndërkombëtarët në mungesë të një strategjie për këtë çështje. Shikuar në prospektin e retrospektives, themi, Kosova ndër qëllimet e veta kryesore në kontekst të shtetë ndërtimit të saj e ka pas pikërisht mungesën e një strategjie të qartë se si e realizon artikulimin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare. Do të thonë që nga ajo periudha, themi, intensive e njohjeve pas shpalljes së pavarësisë, që ka zgat parafrakisht në 2 vite, ku kemi pas njohje relativisht intensive nga vende kredibile, pjesë të organizatave regionale, evropiane, pan-evropiane, por edhe ndërkombëtare. Pas kësaj kemi pas një rënje drastike në fakt në këtë fushë. Edhe siç duket, roli i marrëdhënieve ndërkombëtare, përkatësisht roli i Kosovës në organizata ndërkombëtare nuk është kuptuar qartë nga politikbërësit e Kosovës, respektivisht nga ata që kanë qeverisë Kosovën. Kosova aktualisht ka humbur shansin për të nisur dialogun strategjik me SBA-n që pezulloi këtë proces për shkak të veprimeve të njëanshme të qeverisë së Kosovës. Gjithashtu prej afro 3 vjetësh, Kosova është nën sanksionet e BE-s, të cilat sipas vlerësimeve e kanë dëmtuar vendin me disa qindra milion euro. Për shkak të mos konstituimit të kuvendit, përfitimet e para nga plani i rritjes i BE-s ende nuk i janë ndarë Kosovës, megjithse vendet e tjera të rajonit kanë nisur t'i marrin ato. Në këtë temë të nderuar shikues, në vijim do të bashkëbisedojmë me ish diplomatën Alma Lama, e cila ndjek gjithmonë zhvillimet ndërkombëtare në kontekst marrëdhënieve të shtetit tonë, jo vetëm në Evropë, por edhe me Amerikën. Përshëndetje Alma. Përshëndetje. Nga këndvështrimi yt, si e shef vizitën e 2 krerëve të shtetit aktualisht, cilët po ndjekin nga afër punimet e Asamblesë Përgjithshme të organizatës botërore, nëse mund të themi në përpjekje për të krijuar një imazh të ri të raporteve Kosovë-SBA. Mendoj që vizita të dyve është më shumë në kuadër të përpjekjeve për të krijuar një opinion tjetër të ndryshëm në politikën e brendshme, sesa për të arritur rezultate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo për faktin që ata kanë sjellë Kosovën, pra 2 krerët e shtetit, po sidomos zoti Kurti, në një situatë të izolimit diplomatik. Goditja më e fundit i erdhi Kosovës nga SBA-ja, me pezullimin e dialogut strategjik, pikërisht për shkak të veprimeve të qeverisë të Kosovës, por dhe deklaratave të zonjës Osmani kur sulmoi gjykatën kushtetuese dhe komunitetin serb. Mendoj që këto vizita, të cilat siç po e shohim nuk kanë prodhuar asgjë, nuk ka takime të rëndësishme, nuk ka takime me përfaqësues të departamentit të shtetit. Kam parë që kanë pasur vetëm një takim me një kongresmen, të 2 palët pra, me një kongresmen nga Teksasi, i cili sigurisht që është pro-shqiptar dhe me të kanë kontakte dhe shqiptarët në Amerikë, lobi shqiptar në Amerikë, por nuk kam parë që ka diçka më shumë, sepse po do të kishte raportuar. Kjo tregon pra për nivelin e raporteve me SBA-n, por edhe me shtete të tjera, që është në një krizë totale pra Kosova në aspektin diplomatik për momentin. Alma, në këtë që the edhe vetë, Kosova gjendet në një krizë në kohën kur më spaku do t'i duhej, nëse mund të shprehem kështu. Në fakt, çka i karakterizon raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara në kohën kur është ndërprerë edhe dialogu strategjik për arsye të mosdëgjueshmërisë qeverisë në Prishtinë? Nuk do ta përdorja fjalën mosdëgjueshmëri, sepse ka konotacion negativ, por do ta përdorja fjalën mungesë të koordinimit me partnerin ekzistencial të Kosovës, sfidim realisht të SBA-ve nga ana e kryeministrit Kurti dhe tejkalim të vijave të kuqe që ishte sulme ndaj gjykatës kushtetuese dhe tentativa për të mos lejuar listën serbës si parti që përfaqëson serbët në Kosovë për të marrë pjesë në zgjedhje. Por nuk është vetëm kjo, përgjatë gjithë mandatit të tij kemi parë në vazhdimsi ndërmarrje veprimesh në veri të Kosovës, të cilët kanë tensionuar situatën dhe sigurisht që kjo nuk i shkon për shtat gjendjes së sigurisë, të cilën siguri e garanton KFOR-i pra NATO në Kosovë, dhe të mos koordinohesh me ata që ty po të mbrojnë është më shumë se sa
një papërgjegjshmëri, është një lloj aventure e cila ka pasoja. Sigurisht që raportet me SBA-n janë theksuar nga ana Departamentit të Shtetit që ky lloj ndëshkimi ose ky lloj ngërshi diplomatik është vetëm me përfaqësuesit e Kosovës, por jo edhe me popullin e Kosovës, sepse ata mbeten prezent, ata do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën, por sigurisht që një klasë politike e cila sillet në mënyrë të papërgjegjshme i dobëson shumë këto raporte, pasi raportet SBA Kosovë janë më të fuqishme se sa vetëm mes përfaqësuesve të Shtetit të Kosovës. Këtë duhet ta dinë edhe qytetarët. Por çdo veprim i cili sjell pasoja të tilla dhe kjo ndërprerja e dialogut strategjik ishte vetëm një sinjal për treguar që jeni duke gabuar në rrugën tuaj. Kjo sjell pasoja pastaj afatgjata të izolimit, siç po e shihni, përfaqësuesit e Kosovës nuk kanë qasje edhe në OKB, në ndërtesën e OKB-s ju duhet mbështetja e SBA-s për të shkuar, për të marrë pjesë, për të zhvilluar takime. Çfarëdo lloj arritjesh, takimesh diplomatike të shteteve, për shembull me shtete të cilat nuk e njohin Kosovën, etj, facilitohet ose lehtësohet nga SBA-ja. Nëse raportet me SBA-n, me Departamentin e Shtetit janë të ngrira, siç janë aktualisht, sigurisht që krerët e Shtetit Kosovës do të dështojnë. Kështu që vizita e tyre, siç e thash më herët, është më shumë për t'ju mbushur mendjen votuesve këtu që ja po shkojnë në SBA, por e vërteta është komplet ndryshe. E vërteta është që zoti Kurti dhe zonja Osmani me veprimet e fundit e kanë sjellë Kosovën në një izolim diplomatik. Dhe në rrethana sidomos të vështirësive të mëdha, të zhvillimeve gjeostrategjike, të përmbysjes gati të rendit botror siç e njohim tani, ose të ndryshimeve të thella, se s'mund të flasim më për reformë, të sillesh në mënyrë të papërgjegjshme ka kosto shumë të lartë. Dhe besoj që kjo do të shihet në vazhdim. Tani për tani është vetëm fillimi. Alma, si e komenton situatën kur Shtetet e Bashkuara, në këtë rast me që po flasim për Washingtonin zyrtar dhe raportet me Kosovën, të rreqin vërejtjen jo vetëm herën e fundit, por në vimësi për situatën, sidomos në veri të vendit, gjë që ndryshe e komentojnë autoritetet në Prishtinë, konkretisht qeveria në detyrë. Për çfarë ndodhin këta antagonizma? Po është për këtë që ardhja se si qeveria në detyrë përpiqet të mohoj faktet. Këtë gjë e ka bërë gjatë gjithë kohës, realisht me propagandë ka arritur që t'i mbaj votuesit pra të korë rezultate në zgjedhje, por faktet dhe realiteti është krejtësisht i ndryshëm. Situata në veri nuk është përmirësuar për hir të së vërtetës, por është përkeqësuar sepse ka shbërje të institucioneve, pra serbët kanë braktisur institucionet. Shpresojmë që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale dhe gjendja të kthehet në kuptimin që ata të konkurrojnë dhe serbët kenë përfaqësuesit e tyre në institucione, sepse kjo është në interes të Kosovës. Ndërsa nga ana tjetër të mbulosh me propagandë së brendshme që ne kemi raportet e mira me SBA-n, kur SBA-ja po thot krejtësisht ndryshe, më duket që është edhe një lloj naiviteti politik dhe diplomatik. Ndoshta dikush mund ta blej këtu brenda, por jo në arenën ndërkombëtare. Fakti është që Kosova ka raporte të acaruara me SBA-n, me administratën Trump dhe më herët edhe me administratën Biden. Do më thënë gjë që tregon që problemi është këtu, jo atje. Dhe fakti është që Kosova është nën masa nga ana e Bashkimit Evropian. Janë mbi 600 milion euro që Kosova i ka humbur nga parat, pra donacionet e Bashkimit Evropian për shkak të këtyre masave, për mënyrën e sjelljes në veri të Kosovës, dhe po kështu Kosova është i vetmi vend në rajon nga vendet e Ballkanit Perëndimor që nuk ka përfituar deri tani nga plani i rritjes, një fond prej 6 miliardë euro i Bashkimit Evropian, i ndarë për këto vende, për shkak të bllokimit institucional, bllokim të cilin e ka bërë lëvizjave të vendosje deri tani. Kështu që bëhet fjalë për 1 miliard, së paku 1 miliardë e 500.000 euro, sepse mbi 800.000 euro do të përfitonte Kosova nga plani i rritjes. Jo, më falë, 800 milion,
Pra për 1 miliard e rreth 500 milion euro që Kosova është në humbje, së paku për sa i përket ndihmave. Pastaj është izolimi diplomatik, pastaj është fakti që kërkesa e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian mbetet në zyrtar, pra nuk merret fare parasysh, pa u hequr këto masa për shkak të mënyrës se si është sjellë qeveria Kurti, pra siç e tham, në mënyrë të pakoordinuar, duke krijuar tensione të panevojshme në kohën që në Europë vazhdon lufta në Ukrainë dhe vetëm tensione të tjera që nuk janë të nevojshme. Ajo çfarë nevojitet është pikërisht bashkëpunimi sa më i ngushtë, do duhet ishte kështu me SBA-n dhe me BE-n dhe me NATO-n, në mënyrë që të garantohet jo vetëm siguria, por edhe procesi politik që është në shërbim të Kosovës. Në fakt, krerët e Kosovës, pra përfaqësuesit deri tani kanë bërë plotësisht të kundërtën, për interesa të thellësisht të brendshme politike, për interesat e votave, në një farë mënyrë kanë hedhur në erë raportet diplomatike të shtetit të Kosovës. Dhe këto gjëra nuk riparohen aq lehtë, siç po e shohim vetë Washingtoni është në turbulenca të shumta, domethënë ka ndryshuar tërësisht politika e jashtme, dhe do duhet që gjendej mënyra për t'u qasur kësaj politike krejtësisht jo konvencionale të Washingtonit. Çfarë kemi bërë ne? Ne sillemi sikur jemi qendra e botës dhe fatkeqësisht sot po shihet në takimet e tyre atje se sa të izoluar janë, se sa kot i bëjnë ato vizita, që shkojnë takojnë vetëm shqiptarët atje, a thua se ky është qëllimi i këtyre takimeve. Shqiptarët atje lobojnë fuqishëm për Kosovën dhe shtetin shqiptar, mirë po problemi është që nëse këtu sjellja është në kundërshtim me interesat amerikane dhe me interesat e Kosovës, nuk mund të bëjnë as ata asgjë më shumë. Alma, përpjekja e presidentes Osmani që në një farë forme edhe të relativizoj hendekët që janë krijuar, sidomos me faktorin ndërkombëtar, sidomos pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit dhe mos konstituimit të institucioneve, sa është reale që ajo të prezentoj Kosovën si një shtet që funksionon edhe në rrethana politike në çfarë situate gjendet? Duhet kemi parasysh që pezullimi i dialogut strategjik, të cilin zonja Osmani mburrej me të madhe se ka nisur ajo dhe me SBA-n, erdhi pikërisht një ditë pasi ajo sulmoi ose përvetsoi gjuhën e Kurtit për të sulmuar gjykatën kushtetuese dhe për të deklaruar se nuk janë serbët ata që po e bllokojnë institucionin e kuvendit. Domethënë që është tërësisht absurde, do ta shohim edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, që është shumica që ka bllokuar kuvendin, nuk është lista serbe, domethënë duhet të jemi realist për këtë. Kështu që tentativa për të mbuluar atë çfarë po ndodh është tërësisht e pabesueshme. Kushdo që ndjek sa do pak politikën dhe politikën e jashtme, e kupton që fjalët janë të kota, pasi rezultatet po shihen që nuk janë askund. Kosova është e izoluar. Imagjinoni tani të shkoj presidentja, kryeministri dhe ministra e jashtme dhe maksimumi që të bëjnë në SBA në kohën ku zhvillohet pra mbledhja, asambleja e OKB-s, ku janë përfaqësuesit të gjitha shteteve në botë, marrin pjesë aty, dhe të arrish takohesh vetëm me një kongresmen amerikan, që respekt për atë, është përkrahas i Kosovës, por është tërësisht e pamjaftueshme. Është tërësisht, domethënë, qesharak çdo lloj justifikimi që këta janë të suksesshëm. Në fakt Kosova është izoluar faktikisht. Dhe për dal nga kjo gjendje sigurisht që duhet të ndryshohet mënyra e të bërit të politikës, të brendshme në radhë të parë, por edhe asaj të jashtme. Jo duke sfiduar partnerin kryesor që janë SBA-ja, siç kanë bërë deri tani. Alma, në këto zhvillimit geostrategjike, si shpërmende rolin e ri të Shteteve të Bashkuara me ardhjen e zotit Trump në shtëpinë e bardhë dhe sjelljet e Kosovës në diplomaci ndërkombëtare, në situatën kur nuk janë krijuar institucione të reja, me çfarë pasojash mund të përballen në një të ardhme të afërt? Po si që shihni, pasojat po shihen. E para, domethënë janë humbje të mëdha financiare, e dyta është izolimi diplomatik. Vetë fakti që je në margjina si shtet, që nuk ke humbur besueshmërinë tënde si shtet, në departamentin e shtetit dhe në shtëpinë e bardhë është tepër domethënëse. Kështu që
pasojat gjeostrategjike janë shumë të mëdha. Nesër mund të ketë zhvillime shumë të mëdha për sa i përket përfundimit të luftës në Ukrainë, dhe të mos kesh ose të kesh dëmtuar raportet me NATO-n dhe me SBA-n, mund të ketë pasoja jo vetëm diplomatike të kësaj natyre siç i shohim tani, por edhe për sa i përket arritjes së ndonjë marrëveshje. Duhet të jemi të qartë. Kosova, kur ka shpallur pavarësinë, ka marrë përsipër të respektojë kushtetutën dhe planin e Ahtisarit, ku është respektimi i pakicave. Në momentin që do të tentohet të luhet me këto lloj premtimesh apo marrëveshjesh, të cilat pra i ka bërë Kosova, aty do të jetë shkelja vijave të kuqe dhe pastaj marrëveshja që mund t'i ofrohet Kosovës mund të jetë ajo që nuk e dëshiron, mund të jetë autonomia për serbët ose edhe më keq. Mos harrojmë që kemi parë që zoti Kurti ka nënshkruar marrëveshjen për një lloj autonomie, që ai e ka quajtur vetë menaxhim në Ohër, dhe ky është një peshqer që ja ka lënë Kosovës. Kushdo, secila nga qeveritë që do të vijë, duhet ta rekspektojë atë. Por nëse në mënyrë të vazhdueshme krijohen probleme me komunitetin serb në Kosovë veçanërisht, mendoj që marrëveshje të tjera edhe më të këqija mund t'i vinë Kosovës. Prandaj është tërësisht e papërgjegjshme që t'i krijohet hapësirë Serbisë, siç po i krijohet tani, dhe komunitetit serb, që të ndihen të përjashtuar dhe të ankohen në lidhje me gjendjen e tyre. Në vend që të përpiqen të integrojnë, në vend që të përpiqen të shtrinë dorën e bashkëpunimit, pavarësisht nga sjellja e Serbisë, këta bëjnë plotësisht të kundërtën. Për interesa të brendshme politike, krijojnë konflikte tërësisht të panevojshme, të cilat e çojnë Kosovën në humbje të besueshmërisë tek partnerët si SBA-ja dhe vendet e Bashkimit Evropian. Vetëm po t'i numërojmë komunikatat e Quintit prej 5 vitesh, ose s'paku prej 3 vitesh, që kanë qenë vërejtje të hapura ndaj sjelljes së qeverisë të Kosovës, mund të jenë mbi 10, mund të jenë më shumë. Imagjinoni tani se në çfarë situate është Kosova. Qeveria e Kosovës, ajo që ishte, por dhe presidentja besoj që e kanë humbur besueshmërinë për shumë arsye, një nga të cilat është kjo sjellje. Tjetra është që kanë dhënë premtime të cilat nuk i kanë mbajtur për implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Kështu që fatkeqësisht sot Kosova është në një pozitë shumë më të pafavorshme se sa Serbia. Imagjinoni tani në këto ditë sekretari i shtetit zoti Rubio priti në takim presidentin e Serbisë dhe foli për fillimin e dialogut strategjik me atë shtet, ndërkohë që para 2 javësh Departamenti i Shtetit e pezulloi këtë dialog me Kosovën. Imagjinoni tani Serbia ka raporte më të mira me SBA-n se sa vetë Kosova. Kjo është e vërteta e cila sigurisht që është shumë e hidhur për Kosovën, por që është mirë që ta kuptojnë sa më shumë njerëz, dhe sidomos udhëheqësit e Kosovës. Ta kuptojnë që kjo është një lloj politike vetëvrasëse, për mendimin tim, për sa i përket interesave të Kosovës. Alma, në kontekstin që e the vetë, do më thënë, situata as pak e lakmueshme në Kosovë, situata e përgjithshme, i hap shteg shteteve jo mike të Kosovës dhe jo mike të Shteteve të Bashkuara për të kundërshtuar shtetin e Kosovës. Pa diskutim edhe tensionet në lidhje me minoritetet i hapin gojën se cilit shtet që nuk e ka njohur Kosovën, për të thënë që ja se si sillen ato me minoritetet. Mos harrojmë që Kosova është për Kosovën është ndërhyrë, pra është çliruar pikërisht për shkak të shkeljes së të drejtave të njerëzit. Nuk mund bëhen krahasime me politikën e Miloševićit dhe të asaj që po ndodh sot në Kosovë. Nuk diskutohet kjo, por çështja është që Kosova duhet tregohet shtet shumë i përgjegjshëm, shumë demokratik dhe të mos ju lej hapësirë asnjë kundërshtari politik që të ketë argumente për të folur kundër Kosovës. Ju kujtohet në mbledhjen e parafundit, më duket, vjet në Këshillin e Sigurimit, se si Kosova kritikohej fuqishëm edhe nga SBA-ja dhe nga vendet e tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit, domethënë përveç Rusisë, që në vazhdimsi e përkrahin Kosovën. Pse duhet të sillet, domethënë politika e brendshme në mënyrë të tillë që miqt ta kritikojnë në sy të gjithë botës. Atëherë me të vërtetë diçka nuk, kur situata është kështu,
diçka nuk është në rregull me këta përfaqësues. Dhe edhe nxitja e forcave e njerëzve brenda Kosovës me propagandë, me manipulime për sa i përket të vërtetës, më besoni që mund t'i shërbej dikujt për të marrë pak më shumë vota, por në planin afatgjat nuk i shërben askujt. Sepse humbja e mbështetjes mund të ndodhë shumë shpejt, ndërsa fitosh mbështetjen e SBA-ve, Kosovës janë dashur disa dekada punë, domethënë të shqiptarëve atje, të përfaqësuesve politik të Kosovës, të cilat kanë sjellë rezultate të jashtëzakonshme. Imagjinoni një situatë që ka kaluar Kosova në vitet 90 të ishte sot. Sa e vështirë do të ishte për SBA-n dhe për vendet e tjera që të bëheshin bashkë dhe të jepnin Kosovës atë që kërkonte, lirinë dhe shtetin. Prandaj duhet vlerësuar ajo çfarë ka ndodhur në të shkuarën dhe nuk duhet sillemi në mënyrë të tillë siç po sillen përfaqësuesit e Kosovës, me arrogancë, me papërgjegjshmëri, gjë që ka sjellë në këto rezultate që i kemi sot, të cilat mund të jenë edhe më të këqija, mund të ketë masa të tjera, nëse vazhdon sjellja e njëjtë. Hiç sjelljet e lidershipit në Prishtinë në këto vite, Alma, presidenti amerikan Donald Trump edhe njëherë përsëriti deklaratën e tij se ka ndërhyrë vetë për të ndërprerë, për të ndaluar një konflikt të ri mes Kosovës dhe Serbisë. Cili është komenti yt? Këtë e bëri edhe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Po, zoti Trump e ka përmendur shumë herë këtë, mund të ketë pasur atarim me thënë që ne nuk i dim, por mendoj që më shumë po i thot ato deklarata në funksion të dëshirës së tij për të marrë çmimin Nobel. Ai ka rreth 7 konflikte të cilat i përmend në mënyrë të vazhdueshme, duhet jemi realist për këtë. I përmend në mënyrë të vazhdueshme që ka ndërhyrë, në disa ka ndërhyrë, në disa të tjera ka deklarime nga ana shteteve që jo, por sigurisht që SBA-ja ka fuqinë të ndërhyjë kudo. Dhe mendoj që edhe këto deklarata për sa i përket ndalimit të një lufte, nëse themi shprehimisht, domethënë fjalën luftë, janë më shumë në funksion të marrjes së çmimit Nobel. Kështu që unë nuk i marr shumë si të vërteta, për hir të së vërtetës, i marrë si një lloj egzagjerimi, por që SBA-ja edhe nën presidentin Trump është fuqi absolute që Serbisë nuk do t'i shkonte në mend që të merrte ndonjë hap ushtarak, sigurisht që këtë e besoj. Mund të ketë situata të cilat siç ishin atëherë në 2023-shin, kur pati përpjekje për të hyrë në Kosovë, në veri të Kosovës, në fakt hynë në ngjarjet e Banjskës, por që sigurisht që dështuan. Kështu që nuk është se i marr shumë si të vërteta, i marr si egzageruara ato që thot presidenti Trump, është në natyrën e tij të flasë ashtu, por për mua është e rëndësishme që ai e përmend Kosovën dhe Serbinë, por të mos harrojmë që ai ka arritur një sukses në mandatin e kaluar, që është marrëveshja e Washingtonit, ta ul Kosovën dhe Serbinë në një tryezë dhe Kosovës i sjell edhe njohjen nga Izraeli. Dhe vetë marrëveshja duhet të implementohet. Mos harrojmë që këtë marrëveshje qeveria Kurti sapo ka ardhur në pushtet e ka lënë më një anë, pra nuk ka thënë që nuk do ta respektojë. Dhe edhe në këtë gjë ka humbur besueshmërinë tek presidenti Trump. Alma, faleminderit për kohën që ke ndarë, për qenë drejt për drejt në linjë me shikuesit tanë. Shikues nderuar, regjia më thotë se Begim Glavica, kolegu, thotë se kemi 30 sekonda reklam. Drejtori i Policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se ditëve të fundit ka pasur fluturime të dronëve në pjesën veriore të Kosovës që dyshohet se vijnë nga Serbia dhe se për këtë ka njoftuar edhe KFOR-in. Por KFOR-i tha radio televizionit tonë se nuk kanë identifikuar shkelje nga dronë që mund të ndikojnë sigurinë në gjithë Kosovën. Deklaratat e ministrit në detyrë të punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, se Serbia kohën e fundit ka shkelur hapësirën ajrore të Kosovës përmes dronëve, i vazhdoi edhe drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Ai tha se ditëve të fundit ka pasur fluturime të dronëve që dyshohet se vijnë nga Serbia dhe se për këtë çështje përveç KFOR-it ka njoftuar edhe partnerët e tjerë ndërkombëtar.
Gjatë ditëve të fundit kemi pasur të dënime të rëndme që ne po dëshojmë që vinë për territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Është e rrezikshme pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jog ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Ne kemi njoftuar KFOR-in dhe partnerët tonë, KFOR-i është tash përgjegjësia e tyre janë duke punuar për këtë drejtim. Por forca paçruajtëse e NATO-s në Kosovë në një përgjigje për Radio Televizionin 21 mohoi se në hapësirën ajrore të Kosovës kanë hyrë dron nga Serbia. KFOR-i tha se monitoron rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës dhe mbetet i përkushtuar për një mjedis të sigurt për të gjithë komunitetet që jetojnë në Kosovë. Ne nuk kemi identifikuar shkelje nga dron që mund të ndikojnë në sigurinë në të gjithë Kosovën. Komandanti i KFOR-it ka autoritet mbi hapësirën ajrore të Kosovës, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, kështu që KFOR-i monitoron rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës me të gjitha mjetet dhe asetet në dispozicion të tij. Është thelbësore që të gjitha aktivitetet në hapësirën ajrore, veçanërisht afër vijës kufitare administrative, të koordinohen në mënyrë të përshtatshme me KFOR-in për të parandaluar tensionet dhe për të garantuar sigurinë. KFOR-i mbetet në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe forcat e armatosura serbe. Shqetësimet e autoriteteve të Kosovës për shkeljet e vijës ajrore nga Serbia erdhën në një kohë kur Beogradi organizoi një paradë ushtarake ku shfaqi mbi 10.000 ushtar, e cila u pasi provokim ndaj Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit, si dhe në kohën kur presidenti SBA-s Donald Trump tha se ka parandaluar një luftë mes Kosovës dhe Serbisë. Vazhdojmë tutje duke ndryshuar edhe temën e informacioneve tona. Në Prishtinë po zhvillon punimet kongresi i parë i përbashkët klinikë kirurgëve shqiptar, një ngjarje që bashkon kirurgët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe diaspora shqiptare. Paralelisht me këtë ngjarje po zhvillohet edhe kongresi i 5 i Kolegjit Kirurgëve të Kosovës, i cili tashmë është bërë një traditë e rëndësishme shkencore dhe profesionale për vendin. Kongresi i parë kliniki i kirurgëve shqiptar po shënon një ngjarje të veçantë për mjekësinë vendore, duke bërë bashk përvojat e profesionistëve shqiptar nga mbar bota. Në Prishtinë këto ditë po qëndron edhe kardiokirurgu i njohur Omer Xhemaili nga Zvicra, i cili po ndan me kolegët e tij ekspertizën shumë vjeçare në fushën e kirurgjisë kardiake. Një organizim shumë i mirëfillt dhe përshëndesi të tillë dhe besoj se çdo fillim është i vështirë, por duhet të filluar dhe nëse vazhdojmë me këtë drejtim do të kemi edhe më shumë sukses. Takimet të tilla si ky ndihmojnë në rjetëzimin e mjekëve, posaçërisht në anën profesionale, dhe besoj se në këtë mënyrë do të ketë edhe implementime pozitive në sistemin shëndetësor në Kosovë. Në Prishtinë po qëndron edhe kirurgu traumatolog nga Virginia, Rodas Edgar, i cili e sheh pjesëmarrjen në këtë ngjarje si një përvojë të veçantë dhe domethënëse, duke e lidhur atë me historinë personale të familjes së tij. Babai im vizitoi Prishtinën 23 vjet më parë dhe dha një prezantim këtu, ku ishte ftuar nga doktor Rifat Latifi. Pra, për mua është një mbyllje e bukur që më në fund mund të vi këtu, të jem në këtë vend, të takoj njerëzit dhe të ndajmë përvojën tonë. Albrem Rudi, përfaqësuesi i Këshillit Studentor të Fakultetit të Mjekësisë, tha se kongreset e tilla si ky i kirurgëve shqiptar është i nevojshëm për mjekët e rinj dhe avancimin e tyre. Këto kongrese janë thelbësore dhe janë shumë të nevojshëm për ne si mjek të ri, për arsye se ne mësojmë shumë nga përvojat që kirurgët tonë vendore dhe ata ndërkombëtar tregojnë, edhe mundohemi që njohuritë që ata kanë kaluar të zbatojmë edhe ne në të ardhmen si pjesë mësimit. Kongresi i parë kliniki i kirurgëve shqiptar në Prishtinë po mbledh jo vetëm emra të njohur të mjekësisë vendore, por edhe personalitete ndërkombëtare të kirurgjisë. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim Orca ka publikuar platformën kombëtare të rangimit të universiteteve publike për integrimin akademik, në cilën listë prin Universiteti i Prishtinës.
Mirëmëngjesi gjithëve, mirë se keni ardhur në... Sipas raportit të organizatës për ngritjen e cilësisë në arsim, Universiteti i Prishtinës është vlerësuar i pari me 82.5% për integritet akademik, i pasuar nga Universiteti i Pejës me 54.9%, ndërsa i treti rangohet Universiteti i Mitrovicës me 47%. Më pas radhiten Universiteti i Gjakovës, Universiteti i Ferizajt, Universiteti i Prizrenit dhe Universiteti i Gjilanit. Drejtori ekzekutiv i Organizatës për ngritjen e cilësisë në arsim, Dibran Hoxha, tha se platforma dhe rangimi i universiteteve publike ka synim të rritë konkurrencën e shëndetshme në arsimin e lartë. Orka nuk e nxit një lloj konkurrence në kuptimin negativ, që i shtyn universitetet në një konkurrencë jo të shëndetshme, pra të arsye na platformën e kemi cilësu si një mjet që e rrit konkurrencën e shëndetshme në arsimin e lartë në Kosovë, kryesisht tek universitetet publike, me që këto janë në interesin tonë dhe interesin e shoqënisë. Vrejtje për raportin paraqiti rektori i Universitetit të Gjilanit, Artan Dërmaku, i cili tha se disa matje të raportit lën shumë për të dëshiruar, derisa dha edhe disa sugjerime. U kundërpërgjigj Hoxha. Nuk është normale një universitet me pas shembull 4 milion buxhet, po flasim me gjitha, me infrastrukturë, me këto mjetet që kapitale gjitha, e një universitet me pas 300.000. Dhe pastaj ti ta fusësh këtë universitetin tjetër në rangim me tjetrin dhe sepse kjo është shumë një aspekt i cili ka rëndësi. Po një gjë që ju duhet ta dini me siguri është që të dhënat e Orkës janë gati në perfekcion të sakta, sepse merren prej burimeve zyrtare. E para, te justifikimi është i përfshirë tërë stafi dhe është brenda rregullores. Sipas kësaj që e thatë ju, rektor, na e kuptojmë që përgjatë kohës që keni udhëheq ju, stafi ka justifiku tituj dhe gjithçka brenda avancimeve akademike është kry brenda regulativave dhe normativave të universitetit. Në anën tjetër, rektori i Universitetit të Pejës, Armand Krasniqi, tha se raportet e tilla janë të mirëseardhura dhe do të shërbejnë për të përmirësuar në të ardhmen. Të gjitha këto të cilat i dëgjuam sot dhe i morim sot do të shërbejnë për neve që të përmirësohemi për të ardhmen. Natyrisht ta ngrisim. Unë e di që ju edhe na tha që është pjesë fillestare, pilot projekt që nuk është definitive natyrisht, dhe besoj që është një gjitha indikator janë të rëndësishëm për neve për përmirësimin tonë. Kurse rektori i Universitetit të Gjakovës, Drilon Bunjaku, e theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar si komponent kyçe të universiteteve. Është një element tjetër shumë i rëndësishëm që një prej po du me nda me gjithë juve, kur shkojmë në asociacione ndryshme ndërkombëtare të universiteteve, pyetja parë që ta bojnë është sa programi ofron gjuhë angleze. Edhe me keqardhje, po me njëherë mbyllen dyert aty sepse ne jemi të kufizuar. Vlerësimi për integritetin akademik sipas organizatës për rritjen e cilësisë në arsim është bërë mbi bazën e 5 faktorëve: transparencës, barazisë gjinore, raportit staf akademik student, suksesit në akreditim si dhe justifikimit të titujve akademik. Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Sportit organizuan forumin e sportit në cilin panelistët diskutuan temat të ndryshme me fokus të veçantë tek ndikimi i teknologjisë të inteligjencës artificiale në sport. Në forumin e organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës u theksua ndikimi i teknologjisë në sportin elitar dhe amator, ndërsa sporti u përshkrua si ura më e fortë që lidh njerëzit dhe shoqëritë. Iber Alaj nga Ministria e Sportit paralajmëroi se një nga sfidat kryesore për shoqërinë në vitet e ardhshme do të jetë varësia nga pajisjet teknologjike. Ne përmes organizatave tona sportive, përmes politikave, të cilat në bashkëpunim me Komitetin Olimpik, me federata, me Fakultetin e Edukimit Fizik, përmes pedagogëve tonë të edukimit fizik në shkolla, me Ministrinë e Arsimit, të krijojmë programe shtesë që fëmijët dhe të rritë tonë të shtim në lëvizje në mënyrë që të jenë aktiv gjatë gjithë jetës dhe të jenë pjesës së teknologjisë, sepse tash edhe kjo ka me qenë një prej sfidave të screen apo të ekranit.
Eksperti i rrjeteve sociale Valon Sanhasi vlerësoi se inteligjenca artificiale do të shërbejë për grumbullimin dhe përpunimin e shpejtë të dhënave në sport, duke mundësuar vendimmarrje më të saktë. Inteligjenca artificiale të kemi mujt, për shembull në nivel të Kosovës, ju si komitet mundeni mi ditë të gjitha dhënat e secilit përdorus edhe mi përpunu shumë fish më shpejt edhe me marrë vendim bazuar në të dhëna. Pra mos me shku me thonë po më duket që jena të mirë në qita ose në qita, po tash që ajo e bën ma të shpejt vendimarrjen edhe ma të saktë ose ma të saktën që ka qenë në histori ide. Por Metin Qestaj nga Komiteti Olimpik i Kosovës theksoi se teknologjia kur po përdoret në mënyrë pozitive, po sjell drejtësi më të madhe në gara. Teknologjia, kjo do të thonë nuk ndikon vetëm në sportet elitare, mirë po ndikon edhe në sportin amater, edhe në sportin për trinj sidomos. Po çfarë efekti ka? Në sportin elitar e dim që një përmirësim i vogël e ka një pasojë shumë të madhe. Në sportet elitare, sportistat me një përmirësim të vogël e thënë një rekord botror, e fitojnë një garë olimpike botërore në kampionat evropian. Zhvillimi i teknologjisë, mendoj që nëse përdoret për të mirë, atëherë sigurisht që ka me pas një zhvillim të jashtëzakonshëm në sport. Por përkundër ndikimeve të teknologjisë, presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi e cilësoi sportin si urën më të fortë që lidh njerëzit dhe Evropën, duke konsideruar atë garanci për një shoqëri të shëndetshme dhe aktive. Jam krenar që Kosovës, përmes Komitetit Olimpik të Kosovës dhe federatave sportive, po dëshmojnë se është pjesë e trendeve ndërkombëtare. Përkushtimi i të gjithëve është që çdo vit të arrisim edhe më shumë këtë pjesëmarrje, që sporti të bëhet pjesë e përditshme e çdo qytetari të Kosovës. Në këtë forum u diskutua edhe për temën sporti dhe rekreacioni si shtys i tranzicionit të gjelbër. Juve që në ndoqët ju falenderojmë për vëmendje, ju akujtojmë edicionin tonë qendror të lajmeve 21 Live News nga ora 18:30 minuta. Mirëmbëngjes.